Pasi vendi këto ditë po përballet me temperatura të ulta dhe me ajër teje të ndotur, ku Shkupi qëndron në vendet e para në Europë me ajër më të ndotur, kryeministri Kristian Mickoski theksoi se qeveria do të veprojë brenda kompetencave të saj në bazë të përfundimeve të miratuara nga Këshilli i Qytetit të Shkupit për fabrikën e çimentos Usje, duke theksuar se as inspektimet e jashtëzakonshme dhe as zhvendosja eventuale nuk përbëjnë problem nëse kjo është në interes të qytetarëve. Po kërkohen kontrollet të jashtëzakonshme inspektuese dhe ato tashmë po zbatohen, sa i përket zhvendosjes, as ajo nuk është ndonjë problem për qeverinë. Çdo gjë që është problem për qytetarët është problem për ne. I kuptoj qytetarët, ata gjithmonë kanë të drejtë, të gjithë jetojnë këtu dhe e thithin këtë ajër. Megjithatë, sipas kryeministrit, problemi me ndojtjen e ajrit është rezultati i asaj që ai e quan neglizhencë disa veçare ndaj qytetarëve, veçanërisht ndaj atyre që jetojnë në pjesën lindore dhe perëndimore të kryeqytetit, të cilëve nuk u janë ofruar dhe siguruar burime alternative të energjisë për ngrohjen e shtëpive gjatë sezonit të ngrohjes. Mickoski tha se për problemin e ndojtjes po kërkohet zgjidhje sistematike. Ne si qeveri po punojmë dhe po zhvillojmë një projekt për të cilin pres që detajet të bëhen të ditura në fillim të vitit të ardhshëm. Tashmë po bisedojmë edhe me investitorin, me të cilin kemi nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për zhvillimin e një projekti të një centrali kogenerativ me gaz, me të cilin jemi të sigurt se do të zgjidhim në mënyrë serioze problemin e ngrohjes së shtëpive në hyrjen lindore të qytetit e më pas të njëjtën gjë do ta bëjmë edhe me hyrjen perëndimore. Kujtojmë se ambientalistët pretendojnë se fabrika e çimentos Usje është shkaktarja kryesore e ndojtjes së ajrit në kryeqytet dhe kërkojnë dislokimin e saj jashtë qytetit dhe për këtë u dorëzua edhe iniciativë në Këshillin e Qytetit të Shkupit, i cili e miratoi atë. Këshilli e miratoi një zëri iniciativën e qytetit të Gjelbërt Human me masat në vijim. Së pari, qyteti i Shkupit do t'i kërkojë Ministrisë së Mjedisit Jetësor të shqyrtojë nëse Usje dhe ndotësit e tjerë industrial i plotësojnë kushtet ligjore. Së dyti, Inspektorati Shtetëror do të kryejë mbikëqyrje inspektuese të paparalajmëruara për të konstatuar gjendjen faktike. Së treti, komunat do të duhet t'i marrin parasysh gjëqjet gjatë planifikimit urbanistik dhe së katërti, kryetari i qytetit do t'i kërkojë qeverisë të shqyrtoj procedurën për zhvendosjen e fabrikës Usje dhe ndotësve të tjerë jashtë luginës së Shkupit.